Besimtarët katolik të kryeqytetit e pritën lindjen e Krishtit në katedralen e Shën Palit. Mesha e mesnatës u drejtua nga Imzot Rok Mirdita, i cili u bëri thirrje besimtarëve të udhëhiqen nga mirësia dhe drejtësia. Ai tha se kjo festë u kujton të gjithëve sa e nevojshme është falja, pajtimi dhe mëshira. Duke kremtuar Krishtlindjen, kisha trupi i Krishtit në botë u shpall sonte të gjithë njerëzve të njëjtin lajm që u shpallën engjëjt barive. Sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar. Në këtë mënyrë kisha e mbështjell botën me dritën e lajmit të mirë dhe ndez në shpirtat e njerëzve dëshirën për ta njohur bujësin e vogël hyjnor. Ndërsa besimtarët ortodoks të kryeqytetit i kryen lutjet në katedralen Ringjallja e Krishtit. Kryepeshkopi Anastasia Nullatos tha se lindja e Krishtit është ngjarja që tregon me forcë unikale vlerën e jetës njerëzore. Sipas tij, detyrimi të krishterëve të ndërgjegjshëm është edhe dëshmia se përpos jetës biologjike ekziston edhe një jetë e një cilësie më të lartë, ajo shpirtërore që fal dhe nxit besimin, që mundëson hapjen e zemrës dhe shpirtit.